Postova një analizë të bërë nga një startup djemsh të talentuar shqiptar me inteligjencën artificiale për të grumbulluar dhe vlerësuar kahjen e qëndrimeve mediatike e artikujve dhe vlerësimeve, komenteve në median tradicionale dhe në median online në raport me politikën. Dhe e postova sepse ishte një pasqyrë që mua personalisht nuk më surprizon, pasi unë dhe ne dim shumë mirë realitetin faktik të raportit mes medias dhe qeverisë dhe shumicës qeverisë, që nuk është gjë kundi realiteti i pretenduar nga ulëritësit që nuk din ç'të bëjnë tjetër me lirinë e medias përveç se të ankohen për mungesën e lirisë, por që ishte një pasqyrë sipas meje e vlefshme për të ndarë me shumë kënd që do të informohet, me shumë kënd që është interesuar për faktet dhe me shumë kënd që në të gjitha rastet nuk e humb respektin për faktet dhe nuk hyn në luftë me faktet, se kur faktet provojnë një opinion të ndryshëm nga i tij apo e saj. Dhe në këtë pasqyrë rezulton qartësisht se nga gjithë tërësia e produkteve të medias në raport me politikën, 60% e kohës televizive në Shqipëri në total e merr opozita, në kuptimin e qëndrimit anti-qeverisë. Një pjesë tjetër analiza faktike e nxjerr si të balancuar dhe një pjesë shumë të vogël si pro-qeverisë. Ndërkohë që po e njëjta situatë pak a shumë është dhe në median online, pra në portalet, të cilat anojnë qartësisht nga fronti, nga kampi, nga fusha e atyre që janë kundër qeverisë. Dhe për këtë mua sinqerisht më vjen mirë, pasi bëhet e qartë që këtu nuk jemi në një vend mediash të kapura, këtu nuk jemi në një vend ku mbyllen gojët e atyre që flasin, komentojnë, argumentojnë, shkruajnë kundër qeverisë, por këtu jemi në një vend që si rrallkund tjetër dominon pikërisht e kundërta e atij dominimi që i karakterizon vendet me media të kapura, ose me media që i shërbejnë regjimeve, ose autokracive elektorale. Kështu që thënë të gjitha këto, unë kam një teori shumë të thjeshtë, edhe për arsyen pse çdo përpjekje për të kapur mediat është një përpjekje që nuk të çon në fitoren e zemrave dhe të mendjeve të njerëzve, dhe nga ana tjetër, patjetër që duke i lënë të lirë të gjithë thonë ato që duan, njerëzit e kanë pastaj më thjesht që të bëjnë dallimin mes atyre që bëjnë punët, atyre që përpiqen çdo ditë, atyre që edhe rrëzohen, por rrëzohen në një përpjekje për të ecur përpara, dhe atyre që shtriqen në për koltuk dhe ulërin në për gardhet e pakapërcyeshme të vetvendosura nga mungesa e vizionit, nga mungesa e programit, mungesa e leadershipit, mungesa e shumë çka e tjetër që karakterizon sot atë kamp në tërësi, dhe nuk flasim vetëm për një parti, se flasim për tërësinë. Kështu që ky është një shënim që e zgjodha për të mbyllur këto shënimet javës, duke qenë shumë kurios për të parë vazhdimin e analizave të bëra nga një program tërësisht i
i pa akuzueshëm për anësi dhe i vendosur mbi